qëllimi jonë. Atentat ndaj biznesmenit Sarand. Ja, rast. Tjetër. Ne kemi bërë atentatin. Urdhro. Sarand avion të mbetet një zonë nxehtë për një tjetër atentat është realizuar nga vrasës me motor. Vrasës me motor, sy që dalin si të këta mo, të mafja e Italijës jugut. Kolumbi, po si Medellin. Apo në Kolumbi, si Medellin që vinte atë vejlit. Vinte atë vejlit aji Escobari. Fëmijët vrisin ata dhe... Sikarës, ati. Objektivi atentatit ishte Thimio Rubati, 50 vjeç, biznesmeni i cili mbeti plagosur. Shika ndodh atentati, si është gjendet plagosurit, dhe pastaj të mësojmë pse u qellua ky zotria. Të rast, rasti Sarandës, sepse ne vazhdimisht po e përmendim që Sarandë duhet të ketë kujdes Sarandë, sepse është kthyer në një zonë shumë të nxehtë. Po ngjarja e fundit ka dhe një element shumë interesant. Miqë bëjnë atentatin, duke ditur që Saranda ka vetëm 3 hyrje dhe dalje, dhe kamerat e vendosur aty janë me rezolucion të lartë, dhe kryesisht për identifikimin e targave të makinave, ata e kanë bërë atentatin, motorin ka dalë në periferi të Sarandës në krahut të qesë baba Recepit, kanë lënë në anë të detit motorin dhe kanë ikur me skaf. Kështu që edhe projekti që po ekzekuton qeveria tani për Smart City nuk e kap dot të lloj atentati. Dhe këto lloj atentatesh nuk i kanë bërë banor të zonës dhe fshatar pak më. Pra, ky është atentat që ka i kosto, që ka ekzekutor, që ka i kosto të lartë, që nuk e përballonot kushdo, dhe ki parasysh si Saranda në këtë moment. Pra, është full dhe ti s'ke nga ikën në qytet. Ata kanë gjetur motorin, ka dalë periferi, kanë hipur skafit dhe nuk kanë lënë gjurmë. I plagosur është dërguar për spitalin e Janinës, ishtë bërë ndërhyrja në Janinës, se ka 3 preva në trup. Shqyrë Zotit është jashtë rrezikut për jetën, por ka një element, një ditë më përpara, i biri i tij është konfliktuar me policë të komisariatit të Sarandës dhe e ka rrahur policin. Në fakt, ngjarja nuk besoj që deri tani dhe nuk besoj të ketë lidhje me policin, po ka të bëjë me të kaluar personi që është plagosur, po ka një sketë dhe ka plot e ka të sketën. Ka filluar që nga 2002 me trafik të qenieve njerëzore, për dhunim të miturish, pas e ka qenë në Burg në Greqi, në Shqipëri është marrë me trafik të mjeteve motorike, me kontraband, trafik clandestinësh. Pra, si them, në 2012 ka qenë arrestuar për rrëmbimi një vajze 16 vjeç, duket që ka një background të ngarkuar. Por ende policia nuk ka arritur dot të identifikoj se cila është zanafilla e këtij konflikti. Për më tepër kur thash, ky lloj atentati, se problemi në Sarandë nuk është thjesht të ndodhin ngjarjet, po nuk u zbulojnë dot autorët. Qartë. Dhe ngjarjet në Sarandë, sidomos ngjarjet me mina të telekomanduara. Nuk ka asnjë të identifikuar. Deri në këtë moment thash, ka lënë motorin në detit, ka ikur me skaf, është një formë e re që nuk është praktikuar në Shqipëri. Deri tani kanë nga Mali, nga Proj, nga Lumi. Tani në fund e kanë futur nga deti. Skaf që Zotit. Do tani ku ta kërkosh, në det s'ka kamera, që ta ndjekësh tjetër. Det aty Thash për fat, mirë, ai nuk ka vdekur, ai ka parë autorët, po ta ka qenë me skafandër, nuk është se ai ka identifikuar. Tani problemi është që ai duhet bashkëpunojë me policinë, se ka një desë nga i vjen kjo. Por përsëritja e këtyre lloj atentateve në zona, sepse është tashmë është bërë edhe kaq e bezdisme që e themi. Sarandë, me Malia, është shumë i vogël me Malia për ndodhur kaq shumë vrasje. Atë shumë i vogël dhe mos reagimi krijon që këtë mundësinë që ata ta vazhdojnë. Shumë i vogël me Malia. Pra, edhe janë çështje që nisin për trafik. Çështje kulture, është kjo pjesa tjetër. Me Malia është për trafik. Vështirë. Nis konflikti për trafik. Saranda është dhe për prona, se Saranda është boçora, prona është aty. Prona dhe trafik. Parat e ardhur nga trafiku, blejnë prona. Prona, po pra. Dhe i kanë blerë prona me falsifikim. Vazhdojmë. Do të vazhdojmë. Tjetër. Tani të nderuar të shikues, kjo ishte pjesa e parë e emisionit tonë për mbrëmjen e sotme, veçuar dhe këto dy ngjarje nga aktualiteti, për protestën folën përgjithsisht. Një ngjarje dhe kjo festa thotë, inshallah pa zarar. Prapë ngri kamarieri si me Mali. Kjo ngjarje në fakt është një ngjarje që parandaloi një atentat të radhës, është një histori gjakmarrje që ka nisur për shkak të një ngarkese heroine që është marrë në Rom, dhe që aty kemi patur atentate në Rom, në Bruksel, në Rëshen, në Tiranë, pra e kanë zgjeruar gjeografinë e hakmarrjes midis familjes apo fisit Reçi dhe familjes Gjini, tash ka nisur për humbjen e një ngarkese
ose më saktë është bërë, është dhënë ngarkesa me heroin, dhe pastaj personi që ka blerë ngarkesën dhe ka dhënë parat, ka shkuar ka garbitur dhe parat. Dhe aty ka filluar historia. Rasti I fundit, ende policia nuk ka dhënë shumë detaje në çfarë rrethanash e ka gjetur Euglen Burakun, është një 30 vjeçar nga Durrësi, I cili është kapur në fshatin Stajk të Vaudejës. Dhe gjatë kontrollit në makinë është gjetur një minë telekomanduar me celular. Në një kontroll të imtësishëm është gjetur në celularin e tij fotografia e Preng Gjinit. Preng Gjini është njëri që qëndron më shumë jashtë se sa brenda, por me sa duket kohët e fundit ka ardhur, ne kam takuar disa herë mbas atentatit parë, se në 15 shtator të 2020-s, nëse kujton, ajo ngjarja te Irfan Tominin mes urës si vendosën eksploziv, u plagos një italian aty dhe një fëmijë që fat që nuk u vran njerëz, sepse ishte moment që kishte shumë kalimtar, I mbijetoi atij atentati, asaj ngjarje, me sa duket ata që dështuan në ngjarjen e 15 shtatorit të vitit 2020 kanë tentuar ta përsërisin të njëjtën gjë. Thash policia nuk ka dhënë informacion si ka rënë në gjurmët e personit që kishte minën, por mbas ti ka shkuar në banesën, sepse ai ka thënë që minën e ka lënë dikush tjetër në makinën time, kanë shkuar te Eduard Përgjoka që është nga Rubiku, dhe ky besohet që është njeriu I cili ka marrë përsipër për të realizuar ngjarjen. 34 vjeç, ky nuk është kapur, është person kërkim, por në banesën e këtij janë gjetur telefona, karta SIM, kapsolla detonatore, fara kanapi, si gjëra që ndodhen gjithmonë bashkë nëse shkon e kërkon. Tash e rëndësishme është që u arrit të parandalohej, duket që personat e interesuar për t'i bërë për ta eliminuar Preng Gjinin I kanë ruajtur lëvizjet e tij, sapo ai është kthyer në Shqipëri. Dhe në rastin e kaluar të ngjarjes e 15 shtatorit, ai atë ditë la makinën e vet dhe mori makinën e kushëririt. Dhe mina ishte vendosur në krahun e pasagjerit. Ky ishte në krahun e shoferit, sepse ata mendonin që ky do udhëtonte me kushërinë e vet dhe kishin vendosur minën në krahun e pasagjerit. Në atë rast ta shpëtoi, por me sa duket, kjo është një histori ngjarjes që ka të bëjë me atë vrasje me snajper në janarin e 2020-s, ka selektoret që më në Rëshen. Kemi një atentat tjetër është vrarë drejtori OSHE-s për veriun Sajmir Jakun në qytetin e Rëshenit. Pastaj ka patur një ngjarje tjetër e cila ka ndodhur në Belgjik, pra është një sag ngjarjes që nuk po mbyllet. Spaku shpallin kërkim për këto ngjarje në Edison Reçin, I cili u ndalua në Dubai, por më mbrapa ata kanë 60 ditë të kohën që të mbajnë, nuk e di në çfarë rrethana, por ai nuk është ekstraduar drejt Shqipërisë. Pra, nëse dëgjon këtë, duket si një Shqipëri tjetër kjo, që s'ka lidhje me atë që ne po debatonim, por në fakt kjo është Shqipëria reale, me gjithë problematikën brenda. Dhe vazhdon që qarku I Lezhës të jetë një qarqe më problematike që ka Shqipëria. Ngjarjet aty po vazhdojnë për vite të tëra dhe po marrin dhe jetë njerëzish, mes tyre ka dhe jetë njerëzit pa faqe, sepse ky është problemi I madh. Nuk është vetëm ajo batuta e kryeministit Koka Tangshën. Problemi është që ai ta vë minën mes Tiranës, dhe thashë u plagos italiani atje dhe një fëmijë që s'kishin lidhje ata me ngjarjen. Por atje shpërthehoi, ajo ishte me C4. Mos po I bëjmë dëm vetes ne duke thonë për të bërë interesant kjo është Shqipëria reale.